Përshëndetje miq. Situata është e vështirë sepse nga një anë Ramën nuk e lejojnë këta të Mossadit që kanë hyrë këtu bashkë me shërbimin sekret të Melonit, edhe Italia gjithë shërbimin kibernetik e ka në dorë të Mossadit dhe Meloni është e nënshtruar për tyre, Mitsotakis po dhe për të marrë Sazanin edhe për të pasur bazë ushtarake me domosdoshmë dhe për të bërë dhe laboratore nga këto të prodhimit të mikrobeve të ndryshme për të futur smundje, atë që bënin në Ukrainë me shumë laboratore, 17 laboratore ka kapur ushtria ruse në zonat e pushtuara, të cilat prodhonin mikrobe dhe viruse të ndryshme për t'i hedhur në formë elmi në mënyra ndryshme nga ajri me ujin e pishëm në për depot e ujit, duke kapur këta kryetarët e bashkive të pila edhe nëpërmjet sistemit shëndetësor. Po kjo është temë tjetër. Ne nuk kemi gjithë ushtërinë dhe presidentin të kapur, sepse duhet të dërgoheshin tash 200 ushtarë ose 500 ushtarë të kapnin dhe të mbanin Sazanin në kontroll. Operacioni Mossadit për të kapur Sazanin si një ishull antibërthamor dhe për të kontrolluar Otranton si një pikë kyçe nevralgjike, një nga 5 pikat më nevralgjike të botës, 5 ose 6 pikat, ja u kam thënë, ashtu si kanali Suezit, ashtu si dalja nga deti i Kuq, si që janë ngushticat e Dardaneleve dhe të Bosforit, ngushticat Panamas dhe e Gibraltarit. Këto janë disa nga pikat më të rëndësishme të botës dhe Otrantoja me Sazanin. Dhe kjo lufta që bëhet këtu në Shqipëri është një luftë gjeopolitike shumë e madhe, s'ka të bëj vetëm me Shqipërinë, ka të bëj me projektet e Izraelit për të rritur thellësinë strategjike dhe për të bërë luftra me Iranin dhe për t'i goditur nga pjesë të ndryshme të botës që ata të mos kenë mundësi që të goditen. Dihet që Izraeli është një shtet militar që mund të quhet si një bazë ushtarake e Rothschildëve, të cilët e mbretërve të financave të botës, të cilët e përdorin Izraelin si një platformë, si një aeroplan mbajtëse për të goditur gjithë armiqtë e tyre, dhe ata duan që këtë platformë të aeroplan mbajtëse ta zgjerojnë në atë që quhet Izraeli madh dhe të kontrollojnë gjithë botën dhe të kalojnë nga kjo periudhë që quhet Pax Americana në një periudhë që quhet Pax Judaika. Dhe për të bërë këtë i duhet thellësi strategjike tash për momentin, duhet të rritet në mes dhe të marrë ishujt e ndryshëm, por sidomos Sazanin që është i gatshëm me bunkere antibërthamore, janë 300 e ca bunkere, 324 më duket bunkere, dhe ka dhe ato bazat e nëndeceve poshtë, dhe është me kosto zero, me pak $1.000.000, gjithçka aty pastrohet, shminohet dhe bëhet gati për përdorim. Kështu që për të mos e lëshuar Sazanin, ata do të bëjnë dy gjëra në varësi të njëra tjetrës. Do përpiqen me çdo kusht të mbajnë Ramën tradhtarin, dhe Rama sot është një debil, një njeri për qarallin që është pengi tyre tash dhe ata nuk e lëshojnë, sepse kërcënojnë me offshore që i kanë të përbashkëta, duke i thënë që ne ti marrim në qoftë se ti e lëshon, dhe ai tash i kanë mbetur një sklav i tyre dhe mes tyre dhe protestuesve. Sigurisht Rama e shkroi emrin e vet në historinë e Shqipërisë si një tradhtar, si një ndyrësir që e shiti gjithë kombin për bythën e vet, është ka fëmijët e vet, një që ka i dhenë Zoti jetës, se s'kemi punë me ta, po edhe ata e ka të smur,
dhe këtë tjetri nuk dihet i kujtesh, ky që po rritën, ky i vogli, pra është një fundurin që ka një të shkuar gjithë e dim, ka qenë akuzohet si burgosur në Francë për ikonat 2 herë, mos gaboj ose 1 herë, nuk e di mirë. Ka njerëz që akuzojnë dhe japin edhe numrin e burgut. Njeri me probleme të mëdha familjare, i çrregullt, i shturur, i martuar disa herë, i ndarë disa herë, me grua të marrë, të ndarë nga familje tjetrit, ja mori mikut vet, gruan e vet e ndavi dhe e mban sot për gruan krevat. Do një njeri lumhan, një fundurin në të gjitha drejtimet dhe këta tash i Izraeli në qoftë se bie Rama, dhe Rama mund të bjerë vetëm me një strategji shumë të organizuar, po këta të platformës nuk i dim çfarë janë, të foltores, këta të mikrofonave që gjetën një mikrofon atje 2000 euro dhe kërkojnë të kontrollojnë gjithë lëvizjen dhe të bëjnë lidera për 5 ditë. Nuk bëhesh dot lider për 5 ditë. Lideri ka aktivitet të gjatë, duhet të jetë filozof politik, duhet të ketë studiuar shumë, të njohë historinë e vendit vet, të njohë historinë e rajonit, të njohë historinë e botës dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Nuk mund të bëhet çdo çoban që vër një qeleshe në kokë e dil atje. Nuk bëhet vetëm me zemër kjo punë, bëhet dhe me trup. Prandaj aty duhen afruar intelektualët e sprovuar, si edhe qytetarët, jo vetëm intelektualët, edhe qytetarët e sprovuar dhe të japin kontribut dhe të artojnë plane se si mund të rrëzohet Rama. Ka nevojë për, nuk duhet të harxhohen shumë energjitë e njerëzve në mënyrë të vazhdueshme. Energjitë e njerëzve duhet të ruhen, duhet të bëjmë plane dhe skema që të bëhet ditën protesta të mos paguen